Në Maqedoninë e Veriut ende nuk dihet sakt numri funksionarëve dhe zyrtarëve, të cilët kanë kompani në emër të personave të dytë dhe të tretë, të cilat i shfrytëzojnë më pastaj për pjesëmarrje në tender. Kështu ka deklaruar kryetari i Qendrës për Komunikime Qytetare German Filkov në panel diskutimin ulja e korrupsionit përmes shfrytëzimit të regjistrit të dhënave për pronarët e vërtet. Nëse ende nuk e dim se sa funksionar kemi, si do të mund t'i kontrollojmë në çfarëdo aspekti. Kontrolli i plot sistematik në vendin tonë nuk ekziston, prandaj është shumë e rëndësishme që të mundësohet ashtu quajtura kontrolle përgjithshme shoqërore, të cilën e bëjnë qytetarët, gazetarët edhe organizata shoqërore. Nga po i njëjti panel, zëvendës kryeministri Arben Fetaj deklaroi se si qeveri janë të përkushtuar dhe janë duke punuar për forcimin e masave kundër korrupsionit. Fetaj tha se të dhënat për pronësi të vërtet duhet të jenë të qasshme për opinionin dhe të njëjtat duhet të jenë pa pagesë. Duke folur për këtë regjistër që është krijuar në vitin 2021, zëvendës kryeministri Fetaj zbuloi edhe disa të dhëna. Deri në prill të vitit 2021, të gjitha subjektet juridike kanë qenë të detyruara të paraqesin pronarët e tyre të vërtet. Ky regjistër përfshin informacione kryesore siç janë emri, muaji, data, viti dhe vendi i lindjes, por edhe pronësia dhe aksionet. 70.000 individ në tërësi janë regjistruar si pronar të vërtet me afërsisht 90% të subjekteve që demonstron një bazë të mirë transparence. Për regjistrin e pronarëve të vërtet foli edhe kreu i antikorrupsionit Adem Çuçul, i cili mes tjerash deklaroi se ky regjistër për ta është një mekanizëm ndihmues sepse u mundson atyre ndjekjen e gjendjes pronësore ose nëse ndonjë funksionar fsheh pronësinë nga ndonjë kompani. Është e rëndësishme edhe për faktin e ndjekjes edhe kontrollit të konfliktit të interesit, lidhjen e marrëveshjes së kompanive të tilla me institucione shtetërore, me operacionalizim të plotë dhe digitalizim të këtij regjistri dhe lidhjen e të njëjtit me regjistrin qendror, ne si institucion do të kemi kontroll në të gjitha kompanitë, të cilat si pronar të vërtet paraqiten zyrtarë shtetëror. Kur jemi tek lufta kundër korrupsionit, sipas Transparency International, vendi ka shënuar rënje dhe bashkë me Kazakistanin, Surinamin dhe Vietnamin ndan vendin e 88 në renditjen e indeksit të perceptimit të korrupsionit.